shumë larg për të thënë. Pra, realisht ne asistojmë në një rajon në cilin janë dy shtete të cilët i bëjnë kundërpesh njëri tjetrit në politikën e tyre operative, politike të sigurisë, diplomacisë etj. Është Irani dhe Izraeli. Dhe në mes këta kanë arabët. Dhe de facto po të shohim nga 79 e këthe, këto dy vende që nuk janë arabe, as iranianët, as izraelitët, në mënyrë sistematike kanë destabilizuar rajonin i cili në shumicë banohet nga arabët. Le të përsërisim luftat. Kemi patur 79-89 luftën Irak-Iran. 1 milion të vrarë. Të gjymtuar, pafund etj. Dhe këta që kemi këtu në Shqipëri, Mekun, nga ajo lufti. Pastaj kemi patur bombardimet dhe luftën e parë të gjirit në Kuvajt, kur Iraku, si aleat i perëndimit në luftën kundër Iranit, shkoi pushtoi Kuvajtin dhe mori pustet e naftës. Pasi thonë Kuvajti është një territor i vjetër iraken. Dhe atëherë Amerikanë dhe perëndimi thanë prit se ne kemi diplomaci naftën një herë, pastaj kemi drejtat e njeriut dhe shkuan dhe shiruan Kuvajtin dhe e shpallën Irakun armik. Kjo gjë i kushtoi Irakut edhe një 13-14 vjet tjera luftë, izolim, konflikt, sanksione të tjerë, derisa ra Saddam Husseini dhe përfundoi i varur në litar. Pastaj kemi patur pranverën arabe, në cilën sërish edhe një prapu destabilizuar, dhe si rridhoi pranverës arabe dolën të gjitha plagët e sistemit në botën arabe. Përfundoi dhe pranvera arabe, ran ato regjime që ranë e tjerë dhe patëm shpërndarjen e fuqisë së Iranit që fillon nga Oqeani Indian me Yemenin dhe me Huthët dhe përfundon deri në Liban me Hezbollahun apo deri në Afganistan ku ndodhen rajone të tjera të cilat Irani luan një rol vetëm për mëson që vetë Iraku, gjysma e Irakut është akoma në kontrollin iranian. Si rrjedhoi e kësaj patëm edhe luftat e 2 viteve të fundit në cilën Izraeli u përfshit drejt për drejt në luftë edhe kundër Iranit, edhe kundër Hezbollahut, edhe kundër Hamasit, pra të gjithë rajonin e destabilizuar. Pra kur të flasim për kryengritjen e brendshme brenda Iranit, duhet të kuptojmë që është vetëm një faktor i gjës. Ajo që mund të ndodhë realisht në Iran, nëse do të lëviznin gjërat, do të ishte një unifikim i ushtrisë me presidentin, i cili është i krahut moderator, i cili me origjinë nuk është as iranian, duket që ka një lloj, le të themi, afërsie me ato komunitetet etnike të veriut që shkon për nga Armenia, ajo zona aty, pra me presidentin, me ushtrinë, se Irani ka një strukturë sigurie shumë interesante. Ka 2 ushtri. Është ushtria e Iranit, që varet nga parlamenti, presidenti etj, dhe është garda revolucionare, që është arma kryesore e fetarëve. Dhe garda revolucionare pasdaranët janë njerëzit cilët janë përdorur për destabilizuar gjithë rajonin e lindjes mesme. Gjë është për të thënë në këtë rast, që vendet e rajonit, pra arabët, e shohin me simpati një rënje të mundshme të regjimit dhe kjo i bën dashje pa dashje aleat të Amerikës dhe të Izraelit në raport me Iranin. Por kjo gjë nuk ndodh edhe me Pakistanin, edhe me Turqinë. Pasi fillimi një lufte të mundshme, pra si ajo siriane në Iran, do të ishte dhe hapja kutijës së Pandorës të një shpërbërje territoriale, etnofetare të Iranit për herë të parë pas 500 vjetësh. Kështu që e parë nga jashtë është tjetër gjë. Duke hyrë analizës nga brenda, është një fotografi komplet ndryshe. Tani nëse nuk ka luftë, siç thoni ju atëherë ka zgjidhje të mundshme diplomatike. Ka shenja për një të tillë? Nuk ka zgjidhje diplomatike në Iran. Në Iran. Po jo, flitet për negociatat mundshme mes SBA-ve dhe autoriteteve atje. Zvicra për shembull po lexoja është vetë ofruar në një farë mënyre për të qenë vendi i negociatave, e përjashton edhe këtë, atëherë si ja parashikon ti fundin kësaj nëse nuk ka as luftë dhe as zgjidhje me diplomaci? Atëherë, Irani është sot fuqia e dytë gazmbajtëse në botë.
Fuqia e parë ndodhet më përballë Iranit, Katari. Pra është ai baçin i gazit në botë. Është fuqia e tretë e naftës në botë. Ka një numër mineralesh pafund. Pra është një nga vendet më të pasura të botës dhe të atij rajoni. Ky genialiteti në budallëk i disa politikanëve perëndimor që shkuan dhe pushtuan Afganistanin dhe pastaj u arratisën nga Afganistani. Krijohen kushtet që në anën tjetër të Afganistanit ku ndodhet Kina, të bëhet një lidhje me gazsjellca dhe naftsjellca, ekonomisë drejt për drejt ekonomisë kineze. Sepse në Afganistan nuk ka më perëndimor. Dhe Kina është e gatshme sot të pompojë $triliarda, duke qenë që është shkëputur nga bota e petrodollarit amerikan, pikërisht për të krijuar kushtet e një lidhje strategjike të ekonomisë kineze me ekonominë iraniane, si bacini kryesor i energjisë në atë rajon, pra të gazit, naftës dhe mineralëve të lëndës së parë. Këtu duhen kërkuar arsyet e thella të konfliktit të sotshëm në Iran, dhe nëse fillon një konflikt i tillë në Iran, ky konflikt nuk ka gjas që të mos zgjerohet. Pra që të kuptojmë nëse do ketë negociatat që janë as për demokracinë, as për besimin fetar, as për zgjedhjet. Irani është ai që është. Negociatat do të ishin, a do të ishte i gatshëm Irani sotshëm t'i thotë jo Kinës për lidhjet e veta ekonomike të ardhme, dhe kjo korrespondon drejt për drejt me prioritetet e politikës jashtme të Amerikës së sotshme, e cila e ka shkruar më qartë se çdo kusht tjetër. Pra Donald Trump i ka qenë shumë i qartë. Prioriteti im i politikës jashtme është Kina. Prandaj nuk është kaq e thjeshtë që thuash a do ketë diplomaci për çfarë. Zgjidhje në tavolinë qoftë edhe për nuk ka zgjidhje në tavolinë. E vetmja zgjidhje e mundshme do të ishte nëse Mossadi, CIA apo ku diun sistemet e tjera të menaxhimit të sigurisë dhe inteligjencës dhe financave në botë, në tavolinë do të bënin të mundshëm rrëzimin e regjimit nëpërmjet një grushi shteti, nëpërmjet ushtrisë dhe presidentit. Pa është kjo e mundshme në Iran e sotshëm? E shoh shumë të vështirë. A është e mundshme që Kina të ndërhyjë financiarisht dhe të ndihmojë qeverinë e Iranit për të zbutur kërkesat e protestuesve? Edhe kjo është e mundshme. Por ka një element tjetër që duhet llogaritur, është Rusia. A është e lumtur Rusia nëse Kina dhe Irani bëhen bashkë dhe nuk e ulin Rusinë në të njëjtën tavolinë? Prandaj, sot Irani ka nevojë për këto dy krah të fortë për të qëndruar në pushtet dhe për të vazhduar regjim. Ekonominë kineze dhe parat kineze për projektet e mëdha, por armatimet ruse, ndërkohë që vetë Irani ka një industri ushtarake shumë të zhvilluar. Më lejoni t'ju kujtoj se janë pikërisht një pjesë e madhe e dronëve Shahid iranian që Irani ka dhënë Rusisë, cilët bën luftën në Ukrainë. Pra, mendoj që jemi në një moment interesant, por jemi ende shumë herët në raport me çfarë mund të ndodhi.